E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, këtë herë për të komentuar për çiftin i cili, siç duket më, tash përfundimisht do të bëhet çift në Big Brother. Do të flasim për Brikenën dhe për Mateon. Brikena, edhe me banorët, gjatë bisedave që po bën në përcepat e shtëpisë, por edhe me Mateon e ka të njëjtën qasje. Do të thoni çfarë? Natën e mbrëmshme Brikena bisedonte me banorët, me njërin nga banorët, më duket se Baby G, duke i thënë që këto janë duke bërë të fortin derisa Mateo nuk është brënda, edhe janë duke shfrytzuar këtë situatën, se po të ishte Mateo brënda, ua kishte treguar vendin. Në një farë mënyre, Brikena e fuqizoi jashtëzakonisht shumë Mateon, por edhe e tregoi që ai njeri, do me thënë, e do shumë dhe e ka në zemër dhe e ka në shpirt, do me thënë ai e ndjen Brikenën, e ka xhan. Tani, Brikena i shkoi Mateos tek dera e shpellës, edhe ja tregoi hallin, në një farë mënyre ju qajt. Edhe Mateo tha, kur do dalë tha unë nga këtu, do t'i qaj të gjithë një për një. Për mendimin tim, që nga dalja e Luizit nga Big Brother dhe qëndrimi i Mateos në shpellë, siç duket Mateo i ka dëgjuar fjalët e Luizit, i ka kuptuar, mua Mateo më duket shumë ndryshe, më duket më lojtar, më duket më i fuqishëm, më duket më i guximshëm. Në fakt të guximi nuk është që e kishte në fillim, ose e ka studiuar lojën dhe e ka analizuar lojën dhe nuk ka dashur që ta përdor këtë kartë, ose, do me thënë, është natyrë e tillë që ka ndezje të vonshme në këtë mënyrë, edhe pse nuk është në fakt ndezje e vonshme, por ndoshta tani është kufizuar pak më shumë loja. Do me thënë, Mateo është shumë i lumtur për afrimitetin që Brikena ka bërë. Brikena e ka thyer akullin, tani do të shohim se ku do të shkon ky çift.